Bremën e kaluar në shtëpinë të famshme, ndodhe një mori momentesh të bukura dhe kulminante, teksa banorët festonin festën e beqarisë së Selinës dhe Gimbos. Por përveç momenteve të bukura dhe emocionuese mes dyshes që pritet të martohen në shtëpinë e famshme, në kuadër të dasmës simbolike që organizohet çdo vit, nuk mungon as momentet emocionale mes Brikenes dhe Mateos. Teksa po qëndronin në obor të rrëmbyer nga emocionet e natës dhe nga kënga që po luajnë në sfond, dyshe i dhuruan njëri tjetrit një përqafim shumë të ngrohtë, duke habitur të gjithë banorët. Mateo i ofrua Brikenes dhe i vendosi dorën në shpinë, ndërsa e përqafoi fort në praninë të gjithëve. Banorët e tjerë u gëzuan për këtë moment, pasi dysha pëlqehet shumë edhe nga publiku si një çift potencial, megjithatë mes tyre ende nuk ka lindur një romancë. Ky përqafim gëzoi shumë fansat e dyshes, që mezi presin që ata të dy t'i shikojnë bashkë dhe mjaft të lumtur. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.